Prej disa ditësh nuk ka temë tjetër pos dramës së Albës dhe Limit. Versione kontradiktore, të vërteta të ndryshme, një publik i ndarë në mes. Pas një shkëputje të gjatë, të rikthehemi në bisedë me mikun e programit, gazetarin Elton Tozaj, opinionistin e sezonit të shkuar të Ferma Club, formatit ku nisi gjithçka mes dyshës. A është një plan i përbashkët kjo situatë? A kanë qenë të dy në lidhje përgjatë verës dhe deri në shtator? A ka pasur gisht nëna e Limit në largimin e Albës nga banesa e Limit? Versionin e gazetarit Tozaj që ka qenë pranë kësaj drame që në ngjizje në vazhdim. Mos kujto se nuk ju kam ndjekur gjatë disa kohë, kam lexuar çdo lloj lajmi që keni postuar pa përjashtim. Më bëhet shefi që keni ecur kaq mirë, jeni on top, edhe ju përgëzoj për punën. Ju uroj një vit të mbar, edhe sa më lartë këtë 2026, për sa i përket kësaj që po më thua, nuk e di. Unë dua si fillim njërë të qartësoj që dua ta lëmë janë marrëdhënien time dhe Alba Pollozhanit, sepse nuk dua ta fus në këtë mes, pavarësisht që mosmarrëveshjeve që unë kam pasur me atë si personazh. Po le ta marrim si personazh i Fermës VIP në marrëdhënie me Limin. Ishte një marrëdhënie që ata e krijuan brenda Fermës VIP. Ishte një marrëdhënie që e kemi komentuar shumë edhe gjatë pjesës ku unë kam qenë opinionist zyrtar i Ferma Club. Ishte një, domethënë, për sa kohë ata ishin brenda Fermës, ishte një marrëdhënie që okay, mua më pëlqeu dhe thash, pse jo? Është bukur kur dy njerëz dashurohen, por kur dolën jashtë, kuptova që ishte krete kundërta. Domethënë ishte një gjë që ishte vetëm nga ana e Albës, ishte një gjë që ishte ushqyer vetëm nga ana e Albës. Limi ishte komplet neutral te kjo pjesë. Madje ishte aq neutral sa që unë nuk pata kur mundësinë të kisha në studio në Ferma Club Albën njerë asnjëherë, sepse nuk pranonte të vinte, pasi Limi nuk pranonte të vinte me Albën, se ishin të ndarë, që kur ata dolën, 2-3 ditë më vonë ata janë ndarë, dhe unë se pata kur rastin t'i kem në studio bashkë, dhe për këtë arsye nuk më vinte as Alba, sepse nuk donte që lajmi i ndarjes së tyre të kalonte nga Ferma Club, ose të bëheshe zyrtar. Ajo që më ka bërë përshtypje madje në atë kohë, ishte që mania apo dëshira shumë e madhe e kësaj vajze për të qenë me këtë djalë, arriti deri aty sa që sajoj dhe një shtanzani. Në ato kohë, në 2-3 prajmet e Ferma VIP-it, madje është diskutuar për shtanzanin e Albës. Alba dilte në ekran, ulesh në koltukun e Ferma VIP-it dhe fërkonte barkun, bënte sikur që shtanzan. Nuk e pranoi kur faktin që ishte shtanzan po ose jo, por në të tëra portalet apo gjithandej ajo thoshte po të njëjtën gjë. Unë jam shtanzan. Kjo gjë më ribëri edhe një herë të rikontaktohesh edhe një herë Limi me Albën, të ritakoheshin bashkë, të qartësoheshin gjërat, dhe kur u morë vesh Alba jo nuk ishte shtanzan, atëherë prap Limi vendosi të mbante të ndiqte rrugën e tij, duke e lënë Albën vetëm. Nuk është e vërtetë që kanë bashkëtuar, nëse do të ma bësh të pyetje, nuk është e vërtetë që kanë bashkëtuar. Ata kanë nditur për një periudhë maksimum një javore në shtëpinë e Limit, ose 10 ditë, ja po e them diku ke 10 ditë, pasi kanë dalë nga Ferma. Më pas, gjithse kush ka qenë në rrugë të ndryshme. Nuk kanë pas lidhje njëri me tjetrin. Mua më vjen keq pse Alba nuk pa e ofenduar, se nuk dua që të merret si ofendim. Po Alba duhet shohë përtej imagjinatës saj. Duhet të kthehet në botën reale, Alba duhet të kthehet në familjen e saj, në radhë të parë. Nëse ju e vini re, Alba nuk flet kur për familjen. Ka dy prindër të mrekullueshëm, njerëz fantastik. Alba duhet të kthehet në shtëpinë e saj, duhet të kthehet në familjen e saj, duhet të kthehet me këmbët e tokë dhe duhet të krijojë një marrëdhënie me një njeri që ta pranojë Albën ashtu siç është. Më vjen keq sepse ajo ka pasur një bashkëshort, unë e njoh edhe të, edhe ish bashkëshortën e Albës, ka qenë një djalë zotëri, pavarësisht se ajo ka thënë që jam dhunuar etj. Gjë që s'është e vërtetë, por nëse pak më rëndësi ka kjo. Duhet të heqë dorë nga këto ëndrat që shikon, apo sepse në fund të fundit nuk bën asnjë gjë tjetër përveç se i bën keq vetes dhe ka stopuar veten në një rreth vicioz ku ajo mendon se është me Limin, ndërkohë që është krejt e kundërta e asaj që ajo mendon.
Flitet lart e poshtë në internet që nëna e Limit ka dhënë ultimatum që të largohet nga banesa. Çka thot Tozaj për këtë version? Kam dëgjuar diçka, nuk di ta konfirmoj 100%, por po, e kam dëgjuar diçka të tillë dhe më njëherë pas kësaj, me sa di unë Alba ka dalë nga shtëpia e Limit. Shikoj, një njeri që nuk i dihet që sa janë shtatzani, që nuk i dihet nëse shkon me familjen e saj apo jo, që refuzon të takojë prindrit e saj. Një njeri që ka ikur nga një martesë duke kaluar nga dritarja e shtëpisë mes natës për tarë në Tiranë për të bërë thopshme sepse donte të arrinte diku. Një njeri që del nëpër intervista dhe thotë që unë do të hyj politikës edhe të gjithë politikanët po më lutën për të më marrë në parti. Një njeri që thotë që po iki vajtja ardhin e Londrës sepse po krijoj një sistem ekonomik atje që do të rëndisi botën, do thotë që është një njeri që ka probleme të theksuara me identitetin e saj, këto të tëra deklarata që Alba i ka bërë në televizion, që t'jemi realist, nuk kem se po i shpikur. Po në intervistat e saj, nëse do t'i ndjekësh, janë të tëra ato që sa po thash, do thotë që ky personazh ka probleme të theksuara me identitetin e saj dhe nuk po jeton në një botë reale. Kam përshtypjen se Alba ka nevojë urgjente për ndihmë mjekësore. Limi sipas Tozajt ka ide të qarta, të jetë jetën i lirë dhe pa lidhje serioze. Por përse do Alba? Kur kush nuk e ka kuptuar këtë gjë, sepse më shpresoj që kjo të jetë lojë nga ana e saj. Shpresoj shumë, realisht. Dje po dëgjoja një monolog që ajo vazhdonte dilte dhe fliste për Limin, marrëdhënien e saj me Limin, marrëdhënien e Limit me Dolçen, një lloj monologu abstrakt, absurd, që ti thore me vete, më fal, po çfarë po flet ky njeri? E zëm se nuk e ndarë në qershor, siç thotë. Që ndarjen e tyre e kam publikuar unë i pari, ka qenë një video që Limi ka hedhur në datë 8 qershor, që Limi e përmendet edhe në Prime, dhe atë video unë e kam publikuar në storyn tim në datë 8 qershor, 5 minuta më njëherë pasi Limi e kishte publikuar. Për t'i treguar normalisht të tëra portaleve apo mediumeve që kjo lidhje nuk ekziston, sepse ishte bërë një gjë aq absurde ku gjithandej flitej për të shtatzanin e dyshimte, një lloj marrëdhënie toksike, absurde, që s'po i kuptonte njeri se për çfarë po bëhej fjalë. E zëm se nuk janë ndarë atëherë, po janë ndarë në shtator siç thot Alba. Nga shtatori deri në janar i thon 5 muaj. Në 5 muaj njeriu ecën përpara, nuk qëndron po aty. Dhe nuk i thot tjetrit që ti po më tradhton. Sepse ti ke 5 muaj pa llogaritur, atë ndaj që në qershor. Po e zëm se është në shtator kur e pranon Alba. Nga shtatori deri në janar, pas 5 muaj ndarjesh, ti vazhdon i thua dikujt kjo quhet përndjekje persekutiv. Ti shkosh tjetrit nga mbrapa dhe ti thua se ti mua po më tradhton, ndërkohë që ke 5 muaj që ti je ndar, më fal po, tash që këtu ka një problem goxha theksuar dhe goxha serioz, kjo është pak por e sigurt. Është hamendsuar shumë mbi Dolçen. A janë takuar sipas Tozajt ata bashk? Jo, për të takuar ata që janë takuar, unë di që janë takuar, ata kanë folur gjatë gjithë kohës, madje para se kur Limi ishte duke hyrë për në Big Brother dhe kemi folur bashkë në kamerë, që unë kam postuar edhe në Instagram, i kam lënë vetëm një porosi, Amanet Dolçen. Amanet Dolçen që nuk e takove dot kurrë, me që këtë rast do ta takosh, Amanet puthe dhe nga ana ime. Edhe e prisjash domethënë që të ndodhte patjetër, e prisja, po që nga qershori deri tash Limi ka ndruar shumë parë. Shikoj, Limi nuk është personazh që do të krijojë lidhje. Limi është njëri që është pa nostrikës tek, se nuk di ta them në shqip tash se si ta them. Është një njeri që nuk do detyrime karshi personave të tjerë. Sepse nuk do të ketë përgjegjësi mbi veten për persona të tjerë. Do të ketë përgjegjësi vetëm për familjen e tij brenda kornizës së mureve të shtëpisë tij, por jo për personazhet të tjerë. Limi është një njeri që do ta jetojë jetën siç i vjen, do të ketë aventurat e tij, do të ketë flirtet e tij, do të ketë udhëtimet e tij, do të ketë netët e tij të çmundura, plazhin, malin,
alkoolin, avionin, makinën, njerëz që domethënë t'jenë pak a shumë si ai, njerëz që nuk, edhe Dolçja kam përshtypjen është fiks një nga ato personazhe që Limi e gjen veten shumë, sepse edhe Dolçja është pothuajse le të themi si Limi, është një njeri që ka fëmijë, edhe Limi ka një fëmijë, nuk do të ketë një marrëdhënie ose relationship, siç thuhet rëndom, me dikë tjetër, do të ketë një flirt, kaloj bukur pra aq kosa zgjasi, mirë pafshim, kalofshi bukur gjithmonë pa pasur detyrime njëri me tjetrin. Limiti ka funksionuar për herë kjo Friends with Benefit. Tentoj që ta kishte edhe me Albin, por me sa duket ka qenë e pamundur. Alba ka ushqyer tjetër ndjenjë. Ky është problemi i saj dhe jo i Limit. Po kjo nuk ka pse ta glorifikoj Albin. Nuk Jo të paktën ata që po e shohin si skemë të përbashkët të gjithë dramën mes dyshës. Tozaj e përjashton këtë mundësi. Shiko, Limi mund bëj çdo gjë për çdo lloj femre, absolutisht. Po në këtë rast, pakt për të vajtur Alba në finale nuk ka pasur. Nuk ka pasur sepse ne kemi diskutuar prej kohësh që pse Limi ka pasur ftesën nga produksioni për të qenë pjesë e Big Brother kohë para, dhe ka qenë Limi ai që s'ka pranuar dhe e ka shtyr derisa erdhi kjo ditë. Që tha, okay, po futem do ta bëj. Po jo se ka pasur pakt për të çuar Albën në finale, në asnjë pjesë. Në asnjë pjesë. Nuk është e thënë që viktimizimi të bën fitues patjetër. Pavarësisht se në këtë rast mbas asaj po i funksionon, po do të vite shumë keq që fituesi e Big Brother VIP Kosovës ishte një njeri që nuk jeton këtu, është Liza në botën e çuditërave. Është Alba në botën e saj të çuditërave. Alba është fitues Limin, por miku i tij për fund na thotë që nuk beson se ai do e çojë këtë rrugtim deri në atë pikë. Ka më shumë do fut javës tjetër deri. Do vite keqë, po t'ishte e vërtet, doja shumë që Limi ta vazhdonte lojën deri në fund, sepse është krijuar një lloj telenovele, është krijuar një lloj Sarasvati Çandre komplet spektakolare, unë po qesh me të madhe. Kur shikoj domethënë Limin edhe Dolçën se si kalojnë aq bukur dhe atje në cep ti shet diko tjetër që është pa lidhje fare, i shikon me xhelozi dhe vazhdon dhe thotë që shiko se këta se ai mua po më tradhon, edhe për më tepër aludon pse ata duhet puthen në sytë asaj, se pak rëndësika, që do doja shumë që kjo të vazhdonte, po jo, me sa duket kam përshtypjen Limi do dalë, pak kështu ka vendosur ai, mbase edhe qëndron, mbase është edhe një mbase do t'i pëlqejë atit për të ndenur më shumë, gjë që dyshoj se Limi nuk është tip që mund të mbahet i mbyllur, po që do të vazhdoj, kam përshtypjen marrëdhënia do të vazhdoj jashtë me Dolçën.